Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Po ju thinjen flokët, këto 3 përbërës që i keni në shtëpi, bëjnë mrekulli. Sa herë që lyeni flokët, gjëja e parë që ju shkon ndërmend, përveç se të arrini rezultatin e dëshiruar, është që boja juaj të zgjasë sa më shumë, në mënyrë që të mos duken më as thinjat. Por ato janë aty dhe doni apo nuk doni, duhet të bashkëjetoni me to. Larja e shpeshtë e flokëve, fytyrës dhe mos përdorimi i locioneve të ndryshme bëjnë që flokët të jenë të dëmtuar, të mos jenë të mbrojtur nga nxehtësia dhe bëjnë që flokët dhe rrënja e tyre të zbardhen sa më shpejt nga çfarë ju mendoni. Sigurisht që nuk mund t'ju lyeni çdo javë, prandaj këtu do të gjeni disa këshilla. Maska me sherebel. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 150 gram sherebel, 2 bustina çaji i zi dhe 500 ml ujë të zakonshëm. Fillimisht vini të zjej ujë, pasi të ketë marrë valën e parë, shtoni bustinat e çajit të zi dhe sherebelën. Lëreni që të zjejnë bashkë në zjarr të ulët për 15 minuta, duke i përzierë her pas here. Më pas, filtroni lëngun e përftuar dhe përdoreni për të larë flokët me të. Nëse e përsërisni këtë maskë 3 herë në javë, ju do të vini re që thinjat nuk do të zbardhen aq shpejt dhe boja do të qëndrojë më gjatë. Maska me rozmarin. Rozmarina është një pjesë përbërëse shumë bojrave pasi stimulon rritjen e flokëve, rregullon vlerat e pH-it natyral të skalpit të kokës dhe parandalon shfaqjen e thinjave. Kësaj here ne ju propozojmë që ta përdorni për të frenuar shfaqjen e thinjave dhe për të hidratuar flokët. Përbërësit janë 200 gram rozmarinë e grimcuar, 5 pika vaj ulliri dhe 1 litër ujë. Zgjeni ujin bashkë me rozmarinën për plot 15 minuta dhe shtoni disa pika vaj ulliri në të. Pasi përzierja të ketë vluar, do të vini re që gradualisht ajo do të lidhet duke formuar një masë më të trashë. Pasi të ftohet, kullojeni dhe me ndihmën e një shisheje në trajt spray, hidheni mbi flokë dhe masazhojeni. Përdoreni këtë maskë 2 herë në ditë. Kujdes, nuk ka nevojë për shpëlarje. Maskë me gjethe arre. Ndoshta ju nuk e dini, por gjethet e arrës përdoren në industrinë kozmetike për prodhimin e bojrave. Ato përmbajnë juglone, një ngjyrues natyral i cili forcon rrënjën e flokëve dhe fsheh thinjat. Dhe duke qenë se tashmë kanë lulëzuar pemët, ju këshillojmë ta përdorni këtë maskë sa më parë. Përbërësit janë 1 litër ujë dhe 20 gjethe arre. Vendoseni ujin që të zi dhe pasi të vini re se bulzat e para të vlimit kanë filluar, shtoni gjethet e plota të arrave. Kjo maskë duhet të qëndrojë në zjarr për 2 orë, derisa uji të shterojë dhe gjethet të tkurren. Më pas filtrojeni dhe me anë të një furçe lyeni rrënjët. Pasi të jenë tharë, shpëlajeni flokët me ujë të vakët. Pavarësisht moshës, flokët e thinjura janë një problem për shumë njerëz, femra dhe meshkuj. Thinjat janë një tregues i pashmangshëm i plakjes, por që mund të reduktohet në qoftë se ju do të tregoni kujdes edhe me produktet e shtëpisë. Siç dihet, thinjat dalin për shkak të humbjes së melaninës, e cila shkaktohet nga deficiti në prodhimin e melanociteve. Me daljen e thinjave, një tjetër problem shqetësues është mbulimi i tyre. Para se t'i drejtoheni parukerisë, sidomos nëse jeni në fazën e parë të daljes së thinjave, mos shko te përdorimi i produkteve kimikate, por ndiq disa hapa praktik për të reduktuar thinjat në kushte shtëpiake. Maska që fsheh thinjat.
Përbërësit janë gjysmë filxhan kafe, 1 filxhan kos natyral, 1 lugë gjelle uthull molle. Përzjeni përbërësit derisa të keni përftuar një masë homogjene. Pasi t'i keni larë flokët me shampo, aplikojeni maskën në të gjithë gjatësinë e flokut dhe lëreni atë që të veprojë për jo më pak se 90 minuta. Mbulojeni flokët me një qese dushi, pas kësaj kohe shpëlajini mirë. Nëse do ta përdorësh 2 herë në javë për të paktën 6 muaj me radhë, rezultati do të jetë fantastik. Thinjat do të jenë të mbuluara si me bojë. Pas 6 muajve mund ta përdorësh maskën 1 herë në javë. Efekti në thinja do të jetë po i njëjtë. Flokët bëhen të thinjura kur qelizat ngjyrëprodhuese ndalojnë së prodhuari pigmentin. Në mënyrë tipike njerëzit fillojnë edhe njëkohësisht të kenë flokë të thinjura gjatë të 30-tave. Sigurisht flokët e thinjura mund t'i ngjyrosni për të fshehur thinjat, por në qoftë se dëshironi që të mos keni ngjyrë tjetër të flokëve, por ngjyrën e vërtetë të flokëve tuaj, ne ju sugjerojmë këtë recetë me vetëm 1 përbërës për të ndihmuar në fshehjen e thinjave të padëshiruara. E gjitha çfarë ju duhet të bëni është që të merrni një tenxhere lëvore të patates dhe 2 gota me ujë. Hidheni lëvoret e patateve në ujë dhe valojeni për 5 minuta. Lëreni që të ftohet. Lëngu në fillim do të kthehet në ngjyrë të verdhë dhe më pas në të zezë. Përdorimi: lajeni flokët me shampo siç bëni zakonisht. Hidhni pak përzierje të patateve në flokët tuaj dhe pastaj mbulojeni flokët me një peshqir dhe mbajini atë për disa minuta. Kjo përzierje do t'i bëjë flokët tuaj më të errta dhe njëkohësisht më të bukura. Nga ana tjetër mund të përdorni dhe maskën me vaj ulliri dhe mjalt. Përzieni sasi të barabarta të vajit të ullirit dhe të mjaltit. Pasi ju t'i keni përzier mirë, lyeni flokët deri në rrënjë me të gjithë masën. Mbulojeni kokën me një qese plastike dhe pastaj hidhini një peshqir të ngrohtë për 30 minuta. Gjithashtu më pas, lajeni flokët si zakonisht. Përdoreni këtë maskë të paktën 1 herë në javë. Maska numër 2: lëng limoni dhe vaj kokosi. Përzini po në sasi të barabarta vaj në kokosit dhe lëngun e limonit. Kjo përzierje është mjaft efektive për parandalimin e thinjave dhe rënies së flokëve. Përdore 1 herë në javë. Piperi zi, kos dhe vaj bajame. Përzini mirë 1 gram piper të zi, gjysmë filxhani kos, gjysmë lugë çaj lëng limoni dhe më pas vaj bajameje. Përsëriteni këtë disa herë në javë, të paktën 1 deri në 2 herë në javë dhe mbajeni edhe për 30 minuta dhe lyeni flokët nga rrënja në maj. Kafe, kos dhe uthull molle. Për këtë maskë duhet të përziesh gjysmë filxhani kafe, 1 filxhan kos natyral dhe 1 lugë uthull molle, derisa të përfitosh një masë homogjene. Pasi t'i keni larë flokët si zakonisht, aplikojeni maskën nga rrënja në maja dhe mbajeni për 90 minuta. Rekomandohet të përdoret 2 herë në javë për 5 deri në 6 javë rresht. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.